Pas largimit edhe distancimit të disa eksponentëve të Aleancës për shqiptarët të Arben Taravarit, ASHE-ja e Selës thotë se ata mund të kthehen në shtëpinë e tyre, aty edhe nga ku kanë dalë. Ata theksojnë se Sela kur nuk ka lejuar që anëtarët e ndershëm të Aleancës për shqiptarët të goditën, nënshmohen, sulmohen e degradohen nga ata, e as edhe nga të tjerët derisa ishin bashkë, por edhe kur janë ndarë. Jemi të bindur që këtë e keni ndjerë dhe ai vazhdon të gëzoj respektin e njëjtë edhe te ju. Nuk ju ftojmë në shtëpinë tuaj sepse kjo është shtëpia juaj dhe këtu e keni vendin. Vetëm duam t'ju rikujtojmë se ju presim, ju besojmë dhe vazhdojmë të jemi të bindur se ju do të riktheheni aty ku gjithmonë keni ndjerë ngrohtësinë, drejtësinë, pastërtinë, guximin dhe krenarinë e vërtetë. Nga Partia e Selës ju bojnë thirrje të gjithë anëtarëve të ASHE-s që të mos lejojnë, siç thonë, me fatin e tyre të përbashkët, me idealin edhe pastërtinë të bëjnë aventura, eksperimente e të nëpërkëmbin ata që kurse ndjejnë ngrohtësinë e familjes edhe të shtëpisë.